kemi të bëjmë me një kërkesë të një grupi deputetësh të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, saktësisht 36 deputet mos gaboj, çka e tejkalon atë parashikimin e numrit nevojshëm të deputetëve për të vënë lëvizje kuvendin për të shërtuar një kërkesë të kësaj natyre, sipas menit 114.4 të rregullores, dhe ka të bëjë me drejtimin e seancës nga kryetari i posa zgjedhur i kuvendit, zoti Niko Peleshi, në 2 seanca të veçanta, praktikisht në seancën e datës 16 shtator dhe në seancën e datës 18 shtator, në të cilat pavarësisht se sapo zgjedhur, fatkeqësisht kryetari i kuvendit ka kryer veprime aktive në kundërshtim të hapur me parashikimet e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe rregulloren e kuvendit, duke i mohuar, vlerësojmë, të drejtat deputetëve të opozitës dhe duke treguar një anshmëri politike në drejtimin e organit të rëndësishëm kushtetues, Kuvendit të Shqipërisë, përgjegjësi e cila sapo ishte besuar. Shkeljet e konsumuara nga kryetari i kuvendit në këto 2 seanca nuk kanë të bëjnë me shkelje vetëm të natyrës procedurale, pra ndryshimi rregullores me procedurë të përshpejtuar në ndryshim nga parashikimet kushtetuese dhe parashikimet e rregullores, me anë të cilës mund të shqyrtohej një ligj me procedurë të përshpejtuar, sikundër dhe ndryshimi rregullores kuvendit në këtë rast barazohet për efekt të procedurës me anë të cilës duhet të adoptohet nga Kuvendi i Shqipërisë me atë të ligjit. Ka të bëjë pikërisht me mohimin në thelb të drejtës së deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë për diskutuar në mënyrë konstruktive lidhur me efektivitetin e ndryshimeve të propozuara të rregullores për shtatshmërinë e tyre dhe pse jo thyrën në një tradite parlamentare nisur që nga viti 2013 me anë të cilës ndryshimi i rregullores kuvendit është bërë me konsensus. Në seancën për prezantimin e programit të qeverisë, e cila u mbizotërua nga kaosi, Ivi Kaso tha se kryetari i kuvendit shkelmoi kushtetutën duke mos lejuar opozitën të flasë. Madje me ironi, Kaso tha se seanca e kuvendit u drejtua nga kryeministri Rama dhe jo nga kryetari i kuvendit. Provokime quajti fjalën e diellës në kuvend. Për fat keq, këto seanca deri tani të kësaj legjislature të Kuvendit të Shqipërisë janë shënuar nga fakti që është vullneti i kryetarit grupit parlamentar të Partisë Socialiste në mungesë të kryeministrit në seancë plenare, i cili dikton hapat edhe procedurial që duhet ndërmarrë kuvendi dhe jo autoriteti, vullneti i kryetarit të kuvendit bazuar në ligj dhe bazuar në rregullore në kuvendit. Dhe kjo pikërisht ka ndodhur në seancën e datës 16, kur përkundër sa parashikon kushtetuta, me procedurë të përshpejtuar është vendosur të miratohet ndryshimi i rregullores, është bërë mbledhja e Këshillit për rregullore në mandatet dhe imunitetit në kundërshtim me 83.3 e Kushtetutës dhe me 117 të rregullores kuvendit, është përfshirë për votim dhe miratim në kuvend në kundërshtim me procedurën kushtetuese të miratimit, gjithashtu duke u shkel në 83.3 Kushtetutës, pika 4 në 28 në 117 i rregullores dhe ju hoq praktikisht e drejta deputetëve të opozitës për diskutuar mbi përmbajtjen e projektaktit në kundërshtim me sa parashikon edhe në 73 e vijus dhe në 117 i rregullores kuvendit. Shkelje këto rekord për të konstatuar nga një kryetar kuvendi në ditën e parë të punës, duke vendosur të shkelmoj kushtetutën mbi cilën sapo ishte betuar dhe duke hedhur praktikisht në plera rregulloren e cila shumë shpejt do të amendohej në mënyrë të jashtëligjshme. Dhe sikur të mos mjaftonte me kaq, në seancën vijuese të mbajtur vetëm 2 ditë më vonë, seancë e cila për definicion është nga seancat më të rëndësishme të një legjislature, seancë në të cilën diskutohet programi i Këshillit të Ministrave, prezantohen ministrat, u jepet e drejta deputetëve të opozitës për drejtuar pyetje kryeministrit dhe ministrave
lidhur me programin i cili synohet që të implementohet në 4 vjeçarin në vijim, janë konsumuar shkelje të rënda duke sapo shkelur rregulloren që sapo kishte hyrë në fuqi, sapo ishte miratuar në procedurë të përshpejtuar në kundërshtim me kushtetutën dhe me dispozitat që rregullojnë miratimin e ligjeve në procedurë të përshpejtuar, ku kryeministri i Shqipërisë praktikisht drejtoi seancën e datës 18 dhe jo kryetari i kuvendit. Kryeministri i Shqipërisë në seancën në cilën prezantohet programi i qeverisës, në seancën në cilën prezantohen ministrat, ka një rol të përcaktuar qartë me kushtetutë, ka një rol të përcaktuar qartë me rregulloren e kuvendit. Dhe në asnjë pikë të detyrimeve dhe përgjegjësive të tjera nuk përfshihet drejtimi i seancës parë të kuvendit në cilën diskutohet programi i qeverisës. Në ndryshim nga kjo, ishte kryeministri i Shqipërisë lider i majorancës i cili diktoi kryetarit formal të kuvendit mënyrën se si do drejtohej seanca, pra praktikisht mbasi bëri çeljen e seancës kryetari i kuvendit dhe mbasi i dha fjalën kryeministrit, e lejoi këtë të fundin që tej parashikimit të kushtetues dhe parashikimin e rregullore të jepte fjalën një versioni të animuar të asaj çka ai e quan ministre me përgjegjësi për inovacionin a ku të di unë, por që në fakt gjurmë të saj nuk gjenden në asnjë akt legjislativ, as në dekretin presidencial me anë të cilit u mburr sikur kishte marrë një përgjegjësi të tillë, as në ligjet e Republikës së Shqipërisë, as në rregulloren e kuvendit. Shkelje e parë kjo, kur fjala e kryeministrit ndërpritet thjesht dhe vetëm për vullnet të këtij të fundit me qëllim ridikolizimin dhe talljen e seancës parlamentit. Me kërkesë të Partisë Socialiste për të marrë kohë për të shqyrtuar kërkesën e opozitës për shkarkimin e Peleshit, mbledhja u shty dhe do të zhvillohet në fillim të javës së ardhshme. Ne në fakt për herë të parë, unë personalisht për herë të parë po njihem me këtë kërkesë, ky këshill sapo konstitua. Unë personalisht e dëgjova ato që tha zoti Kaso, në lidhje me disa fakte që mbase edhe unë mund të jem në dieni ose jo, por më duhet kohë dhe mendoj personalisht që ne duhet të caktojmë një relator dhe krau jonë pjesa themi e majorancës, pasi jemi njohur me kërkesën që ka paraqitur zoti Kaso dhe këtu dhe që përgjithsisht replikoj atë që shkruar në dokument, të marrim kohën e nevojshme, të caktojmë një njeri, të bëjmë një relatim dhe pastaj të vazhdojmë me diskutimin që në fundit mbase mund dalim me një mendim ose palët mund votojnë sipas pozicionit tyre politik dhe seancës do t'i shkohet me raportet ndara. Kështu që unë mendoj do të ishte më e arsyeshme që përtese sa të kthehemi në një debat politik, jo than ata kështu ne kështu, mund të them që Këshilli edhe sipas parimeve të organizimit të mbledhjeve të komisionit, caktojnë relatori është tjetër të bëjë një paraqitje të kërkesës tyre bazuar në faktet, në provat që jepen dhe në argumentat ligjore dhe pastaj është e lirë diskutim dhe në fund do të votohet pozicioni i secilës palë. Unë këtë do të propozoja si vazhdim të mbledhjes për të dhe kursyer kohën dhe për të vazhduar drejt një arritje si një objektivi që në fundit, pavarësisht se kush është qëndrimi i palëve, e rëndësishme është kjo mbledhje të zhvillohet në kornizat dhe procedurës normale që parashikon rregullore e kuvendit.